S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Është një kohë fantastike si çdo të diel që na adhurojmë Zotin, dëgjojmë nga fjala, kështu që do ta shijojmë pak. Më duket sikur Zoti po thotë kjo është tokë e shenjtë. Kështu që le të rahatohemi edhe teksa u kënaqim në adhurim edhe të dëgjojmë nga fjala. Në fakt sot kemi një predikues shumë të veçantë. Është një mik i vjetër i ICF Tiranës, ka ardhur për të parë në kurset e anglishtes. Është i martuar me 4 fëmijë dhe më tha mos harro të thuash që kam 8 nipër dhe mbesa. Me ne, Pastor Loren. Welcome. I had to ask, do I go now? Yes. I already said you have 8 grandchildren, so we're okay. ready now. That is the greatest joy of my life now. Gëzimi më i madh i jetës sime tani ky është, i të qenë gjysh. At 62 years old, 62 vjeç, those of you who are parents, ata prej jush që janë prindër, be patient with your children, bëni durim me fëmijët tuaj, especially when they become teenagers. sidomos kur janë adoleshentë. Because if you do not kill them, they will give you grandchildren. Sepse po nuk i vrat, do t'u japin nipër dhe mbesa. So it's worth it. Edhe ja vlen. While they are teenagers, it is worth it. Kur ata janë adoleshent, ja vlen të duroni. It is a wonderful blessing for me to be here. Është një bekim fantastik të jem këtu me ju. I first came to Tirana in 2014. Erdha për të parë në Tiranë në 2014. And some of you remember me, Disa prej jush më mbajnë mend, and you may remember my son, edhe ndoshta mbani mend dhe djalin tim. and we both now work at the same church. Tani të dy dhe unë dhe djali im punojmë tek e njëjta kish. I am the missions pastor for a church near Atlanta, Georgia. Unë jam pastori misioneve në një kishë që është afër Atlantës në Georgia. And my son Trey is my boss. Edhe djali im Trej është shefi im. So that takes a great amount of humility. Kjo kërkon përulësi shumë të madhe. Another reason to be patient during teenage years, right, Lauren? Yeah, because he's one of He the might be the teenagers boss. I wanted to kill. Sepse ai është një nga ata adoleshentë që doja të vrisja. And now he may want to kick me out, but that's not going to happen. Tani mund të doja ai që të më heqi mua qafe, po nuk ka për të ndodhur. I have been in this room many times, Kam qenë në këtë dhomë shumë herë në fakt, but that was a long time ago too. por para shumë kohësh gjithashtu. When the English classes were in here in 2015 and 2016, Në 2015 dhe 2016 e kishim kurset e anglishtes te kjo sallë. I had 2 different groups that came and taught English here. Ishin 2 grupe të ndryshme misionarë që erdhën e mësuan anglishten këtu. And Tirana looks different than it did 10 years ago, Dhe Tirana duket ndryshe nga ç'ishte 10 vite më parë. but I think I have impressed Altine that I still can get around Tirana. Po mendoj që e kam habitur Altinin se si akoma mund t'i gjej rrugët nëpër Tiranë. I remember your city very well. E mbaj mend qytetin tuaj shumë mirë. It was my first time in Europe. Ishte era ime e parë në Europë. And now I spend many days each year in Europe. Dhe tani kaloj shumë ditë në vit në Europë. I have been in Albania 1 week already. E dini kam qenë në Shqipëri që prej një jave tashmë. And I am planning on bringing a group next year Edhe po planifikoj të sjell një grup vitin tjetër këtu, to be a part of your church doing Night to Shine. që të jetë pjesë e skuadrës suaj për Night to Shine të ardhshëm. So I am excited about that. Jam shumë i gëzuar për këtë gjë. Është herë e parë në fakt. Can I mention that it's the first time that your church Sure. is hosting Night to Shine, right? Yes. Është herë e parë që kisha e tyre në Atlanta do të ketë Night to Shine në vitin që vjen. Edhe me këtë Yes. rast do sillim dhe një skuadër për ne. So my church will be doing Night to Shine in Georgia. Kisha
We will do it first here because we are 6 hours ahead. Do me thënë do ta bëjmë na të shajnë njërë ne, megjithëse jemi 6 orë para këtu në Tiranë dhe pastaj po atë ditë do të jetë në kishën e Pastor Loren Xhoxha. So you will get to see me again, hopefully next time with my wife. Do të më shikoni përsëri dhe shpresoj shumë që në udhëtimin tjetër të vi me tim shoqe, sepse Sherën e shoqja e Pastor Loren s'ka qenë asnjëherë në Shqipëri. So today we celebrate the coming of the Holy Spirit. Sot ne festojmë zbritjen e Frymës së Shenjtë, It's represented by this dove on the wall. që përfaqësohet nga ky plumb që shohim në mur. In Acts chapter 2, Te Veprat e Apostujve kapitulli 2, when the church had been gathered together in the upper room, kur kisha ishte mbledhur në dhomën e sipërme and they prayed for 10 days, dhe u lutëm për 10 ditë rresht, and then the Holy Spirit descended on them, dhe Fryma e Shenjtë zbriti mbi ta, and they were all filled with the Holy Spirit. dhe u mbushën të gjithë me Frymën e Shenjtë, And they began to speak so that the people could understand. dhe ata filluan të flisin në gjuhë që njerëzit e tjerë mund t'i kuptonin, And the gospel spread, dhe ungjilli u përhap. and there were 3,000 souls baptized that day. Dhe 3.000 veta ju bashkuan kishës dhe u pagzuan në atë ditë. We are seated in this room together right now Ne jemi ulur në këtë dhomë së bashku në këtë moment, because of that day that the Holy Spirit came down upon the apostles. për shkak të asaj dite kur Fryma e Shenjtë zbriti mbi apostujt, Because that was the beginning of the spread of the gospel. sepse ai ishte fillimi I përhapjes së ungjillit. And when we become followers of Jesus Christ, we receive the Holy Spirit. Dhe kur ne bëhemi ndjekës të Jezu Krishtit, ne marrim Frymën e Shenjtë. And so, regardless as to whether you can understand me or not, Dhe nuk ka rëndësi nëse ju më kuptoni, e kuptoni gjuhën time ose jo. that's why Ada is interpreting. Prandaj unë po përkthej, We are brothers and sisters united in Christ ne jemi motra dhe vëllezër të bashkuar në Krishtin, because we have the Holy Spirit living in each of us. sepse kemi Frymën e Shenjtë që banon në gjithë secilin prej nesh. And as I was thinking about what to share with you tonight, Ndërsa po mendoja çfarë të ndaja sot me ju, I will eventually share a story of how the Holy Spirit worked in my life. do të rregoj për një histori se si Fryma e Shenjtë ka punuar në jetën time. But I want to challenge you. Por dua t'ju sfidoj, I want to encourage you dua t'ju inkurajoj to stay approved by God. to Stay approved, to stay qualified by God. të qëndroni të pranueshëm, të aprovueshëm nga Perëndia. The Apostle Paul told the church in Corinth Apostulli Paul I tha kishës në Korint to run the race to win the prize, të vraposh garën për të fituar çmimin, to run the race to win, të vraposh garën me qëllim që të fitosh, to work hard to win the race. të punosh fort për ta fituar garën. And the race he's speaking of is the Christian life. Dhe gara për të cilën ai flet është jeta e krishterë. It is really difficult to live the Christian life in the world in which we live. Sepse në fakt është e vështirë të jetosh jetën e krishterë në botën në cilën ne jetojmë sot. And it doesn't just happen to us. Nuk ndodh kështu natyrshëm. We are saved by grace, Ne jemi shpëtuar nëpërmjet hirit. and you didn't do anything to earn that grace, Dhe ti nuk bëre asnjë gjë për ta fituar këtë hir, but you were created in Christ Jesus for good works, por je krijuar në Jezu Krishtin për vepra të mira. to stay qualified in the race we call Christianity. Për të qëndruar I kualifikuar në atë garën që ne I quajmë krishtëri. And as followers of Jesus, you have choices to make. Edhe si ndjekës të Jezusit, ne kemi zgjedhje përpara për të marrë. To follow Jesus no matter the cost. Që të ndjekim Krishtin pavarësisht kostos. In verse 27 of 1 Corinthians chapter 9,
Tek 1 Korintasve kapitulli 9, vargu 27, më falni. Paul says, "But I discipline my body and make it my slave, Pali thot, madje unë e mundoj trupin tim dhe e nështroj, so that after I have preached to others, në mënyrë që pasi tu kem predikuar të tjerëve, I will myself not be disqualified." të mos përjashtohem vetë. Unfortunately, Po, të bëhem për të përjashtuar. he will correct his wife. We have been talking about this. He will do better. Ta përkthej. Kemi ja 2 ditë po flasim që ai vazhdon të më korrigjoj mua. Edhe po punoj me Loren. Men, this is free advice. Këshill falas. She is always right. Ajo ka gjithmonë të drejtë. You are always wrong. Ti ke gjithmonë gabim. That will make your life easier. Kjo do ta bëj jetën më të lehtë. Correct? All the ladies say yes. Të gjitha gratë thonë po. Yes. So Paul says 2 things in this verse. Pali thot 2 gjëra te ky varg. It says, but there are 2 words I want to focus on. Janë 2 fjalë ku unë dua që të fokusohemi. He says the word, I discipline myself. Ai thot fjalën e kam disiplinuar veten, He says, so that I will not be disqualified. për të mos qenë I përjashtuar. The disqualified is giving us the idea that he is qualified. He has been qualified. Fjala përjashtuar apo I pa kualifikuar do të thotë që ai nuk u kualifikua për të qenë I denj. Paul tells us in 1 Timothy chapter 1 that he has been qualified by Jesus, who put me into service. That is what Paul says. Jesus put me into service of him. Tek 1 Timoteut, letra e parë Timoteut, kapitulli 1, vargje 12 dhe 13, Pali shkruan që në fakt vet Krishti e ka kualifikuar atë. Pra thot, ai më ka vënë në shërbimin e tij, që është ajo pjesa në gjyrjeshile. So Jesus is who qualified Paul, and Jesus is who qualifies us for serving him. Pra Jezusi është ai që ka kualifikuar Palin dhe është ai që na kualifikon ne për të shërbyer atij. So God has given us the opportunity to remain qualified in service to him. Pra Perëndia na ka dhënë ne mundësinë që të qëndrojmë të kualifikuar, të pranuar, jo të përjashtuar për të shërbyer atij. But it does not just happen. Po kjo nuk është që thjesht ndodh natyrshëm. We have a responsibility to remain qualified to serve him. Ne kemi një përgjegjësi për të qëndruar të kualifikuar për të shërbyer atij. And that is where the word discipline comes in. Dhe këtu vjen fjala I disiplinuar. The word discipline in the original language, Në gjuhën origjinale, fjala disiplinë it literally means to strike under the eye, like ka kuptimin e drejt për drejt, I gjuash dikujt poshtë syrit, ja nxish syrin. as a boxing term. Si në boks. But Paul says, I discipline myself. Po, Pali thot unë disiplinoj veten time, ka veten time me shpulla. The meaning beyond the literal, it meant to treat yourself harshly for the purpose of being more disciplined. Kuptimi figurativ është që ta nështrosh, ta trajtosh veten tënde ashpër, pra për të qenë më I disiplinuar. I have my own version of what I believe discipline means for me. Unë kam versionin tim se çfarë mendoj që do të thotë disiplina për veten time. And I hope this will help you understand that you have
to ask Jesus to give you discipline. Edhe shpresoj që kjo t'ju ndihmoj që të gjeni e të kërkoni Jezusit t'ju japi atë gjën për cilën juve ju duhet disiplina. Here is my definition. Ja për kufizimin im. Discipline is devotion to my faithful participation in God's plan for my life. Për mua disiplina është përkushtimi ndaj kontributit tim besnik në planin e Perëndis për jetën time. So what do I need to do? Pra çfarë duhet të bëj unë? What do you need to do Çfarë duhet të bësh ti to stay disciplined to serve Jesus even when it is difficult? të qëndrosh i disiplinuar të shërbesh Krishtit edhe atëherë kur është e vështirë? We refer to the spiritual disciplines Ne flasim shpesh për disiplinat shpirtërore, that we have the opportunity to worship. që ne kemi mundësinë të adhurojmë. That is a discipline before God. Kjo është një disiplinë përpara Perëndis. He has asked us to worship Him. Ai na ka kërkuar që ta adhurojmë. And when we worship Him, Dhe kur adhurojmë atë, then we are being obedient to what He has asked us to do. atëherë ne po tregojmë të bindur ndaj asaj që ai na ka kërkuar të bëjmë. Another discipline is for us to study His Word, Një disiplinë tjetër është që ne të studiojmë fjalën e Tij, to read His Word, and then to study it deeply. ta lexojmë shkrimin, fjalën e Tij dhe ta studiojmë atë thellë. Another discipline that helps us stay approved by God is confession. Një disiplinë tjetër që na ndihmon ne të qëndrojmë të kualifikuar përpara Perëndis është rrëfimi. When we ask God to forgive us for the things that we have done that have not pleased Him. Kur ne I kërkojmë Perëndis që të na falë për gjërat që kemi bërë që e dim që nuk e nderojnë atë. There are other disciplines that are spiritual disciplines like solace and solitude. Ka disiplina të tjera që janë disiplina shpirtërore, si për shembull vetmia, And the Sabbath day to rest. dita e pushimit, mbajtja e sabatit. Well, the discipline that I am going to talk about today Disiplina për cilën unë do flas sot is a discipline of fasting and prayer. është disiplina e agjërimit dhe lutjes. This is a crazy thing for me to be talking about Kjo është një gjë shumë e çmendur për mua që ta trajtoj, një temë as a discipline in my life, si një disiplinë në jetën time. because I have never fasted and prayed together until 2 months ago. Sepse unë nuk kam agjëruar apo kem lutur, ti bëj të dyja këto gjëra bashkë deri 2 muaj më parë. I thought fasting was for other people. Mendoja që agjërimi ishte për të tjerët. The real spiritual people. Ata njerëzit vërtet shpirtëror, Ones who loved Jesus deeply, and I love Jesus, but not enough to fast. ata njerëzit që e duan Jezusin shumë thellë, dhe unë e dua Jezusin, po jo aq sa të agjëroja. And I've learned some things about fasting. Edhe kam mësuar disa gjëra për agjërimin. And understand, Christians are not the only ones that can do fasting. Edhe ne e dim që të krishterët nuk janë të vetmit që mund të agjërojnë. Almost every religion in the world has some religious activity of fasting. Çdo fe në botë, çdo besim në botë ka një traditë ose një praktikë agjërimi. But Jesus wanted us to understand that fasting is very personal. Por Jezusi donte që ne të kuptonim që agjërimi është shumë personal. Jesus said, when you pray, go to your closet. When you fast, go away from people. Jezusi tha, kur doni të luteni, futuni në dhomën tuaj, kur doni të agjëroni, largohuni në vetmi. So
what I am about to share with you Prandaj ajo që do ndaj tani me ju is my personal journey është udhëtimi im personal with fasting and prayer, me agjërimin dhe lutjen. and my hope and my prayer for you Dhe shpresa dhe lutja ime për ju is that it can be a part of your life. është që të mund të bëhet pjesë e jetës suaj. You know, we know most often people say fasting is not eating food. Tani ne e dim që të shumtën e rasteve njerëzit thonë që agjërim do të thotë të mos hash ushqim. And for me, that is my story. Edhe për mua kjo është historia ime. But there may be other ways you need to fast. Por mund të ketë mënyra tjera që ju keni nevojë të agjëroni. There may be other ways you need to set yourself apart so that you can focus on God. Mund të ketë mënyra të tjera se si ju mund të veçoheni me qëllim që të fokusoheni tek Perëndia. Many churches today do fasting, Shumë kisha sot bëjnë agjërimin, but it's not usually food. por zakonisht nuk është ushqim, It's fasting from this, është agjërim nga telefoni. putting it aside Ta vendosësh telefonin diku, so you can focus on God. që të mund të fokusohesh tek Perëndia. So I want to share with you my story. Kështu që dua të ndaj me ju historinë time. In March, my church is doing a study through the book of Joshua. Në mars kisha ime filloi një studim në librin e Josueut. And as we were doing this Bible study, we came to Joshua 6. Edhe ndërkohë që po bënim këtë studim, arritëm tek Josueu kapitulli 6. And Joshua 6 is where God tells the children of Israel to march around the walls so that the walls of Jericho will fall. Edhe te Josueu 6 është historia kur Perëndia I kërkon popullit të Izraelit që të vi përreth mureve të Jerikos që ato të rrëzohen, e të lutet përreth mureve të Jerikos. And what God was asking of them was to be obedient, Ajo që Perëndia po kërkonte atyre ishte që të ishin të bindur, to walk around the walls. të ecnin përreth mureve. For 6 days, one loop. Për 6 ditë nga një rrotullim të plot. But on the 7th day, Por në ditën e 7, 7 times around. 7 rrotullime. And when the trumpet blew, Dhe kur borit filluan, the people shouted, njerëzit bërtitën, and the walls came down, edhe muret e Jerikos ranë. and they went into Jericho, the city God had promised they would conquer. Edhe ata hynë në Jeriko, që ishte qyteti që Perëndia u kishte premtuar që do ta fitonin. So I'm doing this devotion, Kështu që unë po bëja këtë studimin, and they asked the question, edhe ata më bën pyetjen. what wall in your life do you need God to remove? Kush janë muret në jetën tënde që ti ke nevojë që Perëndia ti rrëzoj? What wall is keeping you from the Jericho God offers on the other side? Kush është ai muri që po të pengon ty nga Jeriko që Perëndia ka për ty në anën tjetër të tij? And immediately I knew what my wall was. Edhe unë e dija menjëherë kush ishte muri im. It was my physical health. Ishte shëndeti im fizik. I've always been big, Kam qenë gjithmonë I madh, sometimes bigger, ndonjëherë më I madh, po thot fizikisht, sometimes bigger than that, ndonjëherë edhe më I madh se aq. but never small. Por asnjëherë nuk kam qenë I vogël. What I realized was God wanted me to focus on my physical health. Ajo që kuptova është që Perëndia donte që unë të fokusohesha në shëndetin tim fizik. And it was a very real experience of the Holy Spirit moving in my life. Edhe ishte një përjetim I vërtet I frymës së shenjtë që po lëvizte në jetën time. And so I knew God wanted me to have a Jericho on the other side of the wall.
Unë e dija që Perëndia donte që unë të kisha një Jeriko në anën tjetër të murit. So in my life, when God offers me something, I try to take shortcuts. Por në jetën time, kur Perëndia apo më ofron mua diçka, unë përpiqem t'i bie shkurt. I try to find a way through the wall. Përpiqem të gjej në një mënyrë përmes murit. Or I try to find a way over the wall. Ose ta kapërcej murin. But God wanted to remove the wall, Por Perëndia donte ta rrëzonte, to ta largonte cause the murin. wall to fall. Ta rrëzonte murin. But I had responsibility in that. Por unë kisha përgjegjësitë e mia në këtë proces. God asked me to do something. Perëndia më kërkoi mua të bëja diçka. Just like he asked the children of Israel to walk around the wall, Ashtu siç I kërkoi Izraelit, popullit Izraelit që të ecte përreth mureve. he told me the Jericho of a healthier life is on the other side of the wall. Ai më tha Jeriko, I një jete më të shëndetshme është në anën tjetër të murit. And God told me, I want that wall to fall, Edhe Perëndia më tha, unë dua ta rrëzoj atë mur. but you have discipline to do in your life. Por ti duhet të kesh disiplinë në jetën tënde. So what I realized that God had convicted me of something that was keeping me from the best he had offered for me. E kuptova që Zoti më kishte bindur për diçka që po më pengonte dhe po mbante larg asaj që ai kishte për mua, më të mirës për mua. And so on that day, I was convicted Kështu që atë ditë unë u binda and I repented. dhe u pendova. I turned away from how I was living my life to turn towards the direction God wanted me to go. I ktheva shpinën në mënyrë se si e kisha jetuar jetën time deri në atë moment dhe u ktheva në drejtimin që Perëndia donte që unë të shkoja. And so the first thing that I understood was God wanted me to fast. Gjë e parë që unë kuptova është që Perëndia donte që unë të agjëroja. I was almost 62 years old and a Christian since 1996, and I've never accomplished a fast. Unë isha 62 vjeç, besimtar që në 1996 dhe asnjëherë nuk isha agjëruar. I would start it, E filloja agjërimin and when I got hungry, dhe kur më merrte uria, all of a sudden I didn't do it anymore. krejt pa pritur ndaloja agjërimin. Over and over again. Vazhdimisht e vazhdimisht. Paska si ne. I never accomplished a fast Asnjëherë nuk përmbusha një agjërim, because I thought it was a way to lose weight rather than a way for me to honor God. sepse mendoja që ishte një mënyrë për të rënë nga pesha, më shumë se sa një mënyrë për të nderuar Perëndin. There have been many times I thought, oh, I will use a fast to begin to lose weight. Sepse shumë herë unë mendoja, do filloj një agjërim që të bie çik nga pesha. But fasting is something God uses to teach us dependence on Him. Por agjërimi është një mënyrë se si Perëndia na mëson ne që të varemi nga ai. And so I put in my mind 24-hour fast. Kështu që vendosa në mendjen time, agjërim 24 orë. But I created a plan. Por bëra një plan. See, remember what God told Joshua. E mbani mend çfarë Perëndia I tha Josueut? God told Joshua to tell the priests and all to walk around the wall one time per day. Perëndia I tha Josueut që t'i thoshte popullit dhe priftërinjve që të esin rreth mureve të Jerikos një rrotullim rreth të plot për një ditë, në ditë. God gave them the plan. 6 days, one time around. On the 7th day, 7 times around, and the walls would fall. Pra Perëndia ju dha një plan, një rrotullim të plot çdo ditë dhe në ditën e 7 rrotullime.
And so God said, here's the first time around the wall. Edhe Perëndia më tha, kjo është hera e parë që do kalosh përreth gjithë murit. And that was a 24-hour fast. 24 ora agjërim. Now, if you're thinking about doing fasting, Nëse po mendon për të bërë agjërimin, you can do like I did. mund ta bërë siç e bëra unë. I ate lunch one day Hëngra drek një ditë, and not at night and Nope. not breakfast and lunch again the second day. nuk hëngra darka të ditë, nuk hëngra mëngjes ditën tjetër dhe drekën you ate lunch. I ate lunch And you ate and lunch then again. ate lunch again Po, the next hëngri day. drek dhe pasaj drekën tjetër ditën tjetër. What God taught me Ajo që Perëndia më mësoi, was number one, I could do a fast, së pari ishte unë mund të bëja një agjërim të plot, but He also taught me create a plan. por edhe më mësoi bëj një plan. Create a plan to accomplish the goal of getting healthy. Bëj një plan që ta përmbushësh qëllimin për të qenë I shëndetshëm. So the first thing He taught me was I needed to surrender. Pra gjëja e parë që ai më mësoi është që unë duhet të dorëzohesha. Surrender is creating the plan. Dorëzimi është ta ndërtosh planin. It is dedication to creating a way to accomplish what God wants to happen in my life. Është përkushtimi për të ndërtuar një plan drejt asaj që Perëndia do që unë të kem në jetën time. God wants all of us to be thinking about, God, how do I get to the Jericho that you have offered me as a follower of you? Perëndia do që ne të gjithë të mendojmë për një plan edhe të themi atij, Zot, si do ti që unë të arrij tek Jeriko, tek ajo gjëja e mirë, plani që ti ke për jetën time. So God gave me a plan. Kështu që Perëndia më dha mua një plan. There were 3 parts. Ishte një plan me 3 pjesë. The first part is I would do intermittent fasting. Pjesa e parë është do të bëja një agjërim të ndërmjetëm, That is, I do not eat for 16 hours, që do të thotë unë nuk ha për 16 orë and then I eat for 8 hours. dhe pastaj ha vetëm për 8 orë. So that was part 1. Kjo ishte pjesa e parë. Part 2 was to eat healthier food. Pjesa e dytë ishte ta haja ushqim më të shëndetshëm. I love everything that is not good for you. Unë vdes për çdo gjë që nuk është e shëndetshme për ne. Edhe kemi parë të vuaj këto 2 ditë. We've seen you struggle with it. Just wait. Prisni të dëgjoni gjithë historinë. Eating healthier for me is no bread and no sugar. Ta ha shëndetshëm për mua është të mos ha bukë dhe jo gjëra të ëmbla, jo sheqer. I can assure you, no matter how much you love ice cream, I love it more. Unë ju garantoj që nuk ka rëndësi se sa ju pëlqen juve akulloria, mua më pëlqen më shumë. But God said, eat healthier. Po Perëndia më tha, ha shëndetshëm. He also said, exercise more. Më tha gjithashtu, bëj më shumë ushtrime. So I started walking. Kështu që fillova të ec. I am old, 62. Unë jam 62 vjeç. I am not starting to run at 62. Nuk do filloj të vrapoj 62 vjeç. Walking is good enough for me. Të eci mjafton për mua. So that was the plan. Ky ishte plani. And in my mind, I needed to surrender to the plan. Edhe në mendjen time unë duhet I dorëzohesha, nënshtrohesha këtij plani. Just like Joshua surrendered to God's plan to lead the people into Jericho. Ashtu si Josueu ju nështrua planit të Perëndisë për t'i drejtuar njerëzit në Jeriko. But just surrendering your mind to the plan is not enough. Po t'i dorëzohesh planit në mendjen tënde nuk mjafton. You have to sacrifice to work the plan. Duhet të sakrifikosh që ta zbatosh planin.
So it wasn't good enough that I thought, oh, I will only eat 8 hours a day. I will eat good food. I will exercise. Nuk mjaftonte që unë do ha vetëm 8 orë në ditë, ato 8 orë do ha ushqime të shëndetshme edhe do ushtrohem më shumë tani. I had to actually do those things. Duhet t'i bëja realisht këto 3 gjëra. And that's where sacrifice came in. Edhe këtu hyn sakrifica. Sacrifice is devotion to working that plan that God has given you. Sakrifica është përkushtimi për ta zbatuar atë plan që Perëndia më kishte dhënë mua. So on April 1st, I began to work the plan God gave me. Dhe kështu në 1 prill unë fillova çfarë ditë ka gjetur 1 prill is Fool's Day here. What's that? April 1st. Yes, there's no fool. No fools. Në 1 prill megjithatë ka funksionuar. No. Ishte serioz. Dhe filloi zbatimin e planit. I like starting like on the first day of the month to remember. Unë më pëlqen që të filloj në ditën e parë të muajit që të mos harroj. So on that day I began to work the plan. Atë ditë unë fillova të zbatoj planin. And so far I have lost almost 14 kilos. Edhe deri tani kam humbur 14 kg. Because E meriton një duar trokitje për gjithë sakrificën. what's that? We're cheering for you for the achievement. Thank you. I share that to share, hey, I wish I had given you a picture of what I look like 2 months ago. Në telefonin e vet, Loren mban një foto se si duhej ai para 2 muajsh. Edhe mban atë për ta mbajtur të fokusuar, por dukej që ishte me më shumë peshë se sot. And I know I have a long way to go. Edhe di që kam një rrugë të gjatë para. But I am very committed to the plan that God has put before me. Por jam shumë I përkushtuar ndaj planit që Perëndia ka për mua. I have been in Albania for 1 week. Kam qenë në Shqipëri për 1 javë. Not one bite of ice cream. Asnjë lugë akullore. As much as I would love to have some ice cream, Edhe pse po ngort për çika akullore, I continue to work the plan. unë vazhdoj të zbatoj planin. One of the things that has helped me Një nga gjërat që më kanë ndihmuar mua is I write down about this journey every day është që unë mbaj një ditar, shkruaj për këtë udhtim çdo ditë, to remind myself of where God wants me to go, për ta kujtuar veten time se ku do Perëndia që unë të shkoj, to discipline myself për disiplinuar veten time, so that I am not disqualified from the ministry. që të mos skualifikohem nga shërbesa. At my age, if I don't get healthy, Në moshën time, në qoftë se unë nuk jetoj më shëndetshëm, I won't be able to keep traveling. nuk do kem mundësi të udhtoj siç bëj vazhdimisht. And I love Albania too much to not be able to travel to Albania. Dhe dua kaq shumë Shqipërinë sa që s'mund ta përballoj të mos udhtohet, mos vi në Shqipëri. Zoom is just not the same. Zoomi s'është njësoj. It's good, but it's not the same as being there. Është mirë, po nuk është njësoj si t'jesh aty në vend. What God has shown me is when I surrendered to His plan Ajo që Perëndia më ka treguar që kur unë I dorëzohem planit të Tij, and I sacrifice and actually do the plan He gave me, kur sakrifikoj dhe realisht e zbatoj planin që ai më ka dhënë, He gave me transformation. ai më dha mua transformim. He changed the outside Ai as He's ndryshoi, changing the inside. ai ndryshoi anën e jashtme, po dhe ashtu të brendshme timen. In Romans chapter 12, Te Romakëve kapitulli 12 Pali shkruan: Paul says, "Therefore I urge you, brothers, by the mercies of God, Ai thot vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë,
to present your bodies a living and holy sacrifice, Ta paraqisni trupin tuaj si një fli të gjallë, acceptable to God, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, which is your spiritual service of worship. që është shërbesa juaj e mençur. And do not be conformed to this world, Dhe mos u konformoni me këtë botë, but be transformed by the renewing of your mind, por të transformoheni nëpërmjet ripërtëritjes së mendjes suaj, so that you may prove what the will of God is, që të mund të kuptoni se cili është vullneti i Perëndisë, that which is good and acceptable and perfect. ai që është i mirë, i pranueshëm dhe i përsosur. So I don't know what God has for you on the other side of the wall in your life. Unë nuk e di se çfarë ka Perëndia për ju në anën tjetër të murit. You know what that is in your life. Ju e dini çfarë është ajo në jetën tuaj. God offers you a Jericho, Perëndia të ofron ty një Jeriko, but you have a responsibility to do the work needed to get to the other side for the wall to come down. po ti ke përgjegjësinë që të bësh atë gjë që duhet për të kaluar në anën tjetër të murit, për të bërë që muri të rrëzohet. Maybe this is part of the problem for Ndoshta, you. ndoshta telefoni është pjesë e problemit për ju. It can be part of the problem for me. Mund të jetë problem për mua. That's why I keep this picture on my phone. Prandaj e mbaj këtë foton në telefonin tim. 6 of my 8 grandchildren 6 nga 8 niprit dhe mbesat e mi. going to church this morning. Po shkoni në kish këtë mëngjes. That keeps me going Kjo më inkrajon, më shtyn para. because Sepse I want to live a healthy life so that I can grow old as they get older. sepse unë dua që të jetoj një jetë të shëndetshme edhe të vazhdoj të jem vërdall i shëndetshëm ndërsa niprit dhe mbesat rriten. When I came here the first time, my first grandchild was only 4 months old. Kur erdha këtu për herë të parë, nipi im i parë ishte 4 muajsh. He just turned 11. Sapo u bë 11 vjeç. I have a responsibility to take care of myself Un kam një përgjegjësi për të kujdesur për veten time, so that I can be here for my wife që të mund të jem aty për gruan time, and my children për fëmijët e mi, and my friends, për miqtë e mi. whether they're in Georgia or Albania. Nuk ka rëndësi nëse janë në Georgia apo në Shqipëri. God has given me a ministry Perëndia më ka dhënë mua një shërbes in which He wants me to remain qualified. në të cilën ai kërkon që unë të qëndroj i kualifikuar. God has given each of you a ministry Perëndia i ka dhënë gjithsecilit prej jush një shërbes, in which He wants you to remain qualified. në të cilën ai do që ti të mbetesh i papërjashtuar, i kualifikuar. I ask you the same question Ju bëj të njëjtën pyetje dhe juve. that the devotion asked of me. Të njëjtën pyetje që mu bë dhe mua. What wall in your life does God want to remove? Çfarë muri në jetën tënde do Perëndia të rrëzoj? Only you can answer that question. Vetëm ti mund t'i përgjigjesh asaj pyetje. In the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15, Te letra e dytë e Timoteut, kapitulli 2 vargu 15, Paul says to Timothy, Pali I thot Timoteut, be diligent to present yourself approved to God, mundohu të dalësh përpara Perëndisë I sprovuar, as a workman who does not need to be ashamed, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, accurately handling the word of truth. që thot drejt fjalën e së vërtetës. How are you able to stay approved? Si mund të qëndrosh I sprovuar? By discipline
to stay fighting against the things that keep you from being all that God wants you to be. Me disiplinë, duke qëndruar dhe duke luftuar kundër të gjitha gjërave që të pengojnë të arrish atje ku Perëndia do që ti të jesh. This whole story I've shared with you today E gjithë kjo histori që unë dava me ju sot, is a Holy Spirit story. është histori e frymës së shenjtë. I started at the beginning of my message mentioning today is Pentecost Day. Fillova në fillim të mesazhit tim të përmendja ditën e Pentakostit, When we celebrate the coming of the Holy Spirit to live in us. kur ne festojmë zbritjen, ardhjen e frymës së shenjtë brenda nesh. The Holy Spirit speaks to each and every one of us. Fryma e shenjtë I flet gjithë secilit prej nesh. My challenge to you Sfida ime për ty is listen to the Holy Spirit. është dëgjo frymën e shenjtë. As the Spirit speaks to you and asks you, Ndërsa fryma e shenjtë të flet edhe të kërkon, what wall do you see in your life Çfa- that God needs to tear down? çfarë muri shikon ti në jetën tënde që Perëndia do ta rrëzoj? I'm going to be praying for you as a church, Dua të lutem për ju si kish, for you as individuals, për ju si individ, that you will allow God to remove the walls. që ju do të lejoni Perëndin t'i rrëzoj muret. When the walls are removed in your life, Kur muret janë rrëzuar në jetën tënde, then together as a church, you will have walls removed. atëherë të gjithë bashkë si kish do t'i keni muret e rrëzuara. Let me pray. Le të lutem. God, thank you for this church Perëndi, faleminderit për këtë kish, and for the pastors and leaders, për drejtuesit, për pastorët, for everyone who has come to be a part of your church here in Tirana. për çdo që ka ardhur të jetë pjesë e kishës tënde këtu në Tiranë. God, I pray your blessings on this church Perëndi, unë lutem për bekimet e tua mbi këtë kishë, and for everyone gathered here. God, may they see the wall and do what is needed for the wall to be removed. për çdo që është këtu sot. Perëndi, lutemi që secili prej tyre do të shohë ato muret e veta e do të jetë gati për t'i rrëzuar ato, Zot. God, may you continue to grow the influence of this church in Tirana. Perëndi, lutemi që do të rrisësh influencën e ICF Tiranës këtu në Tiranë. God, may this church bring the light of Jesus to a dark world. O Zot, bëj që kjo kishë do të sjellë dritën e Krishtit në një botë të errët. We pray this in Jesus' name. Ne lutemi në emrin e Jezusit. Amen. Amen.